Një prej, ta them, ndodhive ma të shpeshta tek foshnjët e vësolindëra, disa raste ndodhë në spital, disa raste sa po të shkojnë në shtëpi është verdhësa. Një prej, po them, shqetësimeve që nuk e di, ja është trashëguese, a është nga Jo, ajo është për shkak se thash ajo periudhë 28 ditë është periudha kur e përmendëm sa herë kur të gjitha organet e marrin domethënë atë funksionin si duhet tek pas një muaje. Edhe mëlçia, si organ shumë i rëndësishëm në organizëm, tek mas disa dite fillon ta marr funksionin si duhet. Dhe domethënë ajo mëlçi pak e papjekun që është normale të gjitha bebat, nuk mundet krejtësisht ta eliminoj atë bilirubinën dhe për këtë shkak ngjyroset lëkura. Kjo zakonisht është fiziologjike, që i përmenda për shkak mos pjekurisë së mëlçisë dhe sa më i papjekur që të jetë beba, aq edhe ma shpejt ose ma shumë ka me pas verdhës. Nëse verdha ndodh mas ditës së tretë, që është e zakonshme dhe në shumicën e bebave, është krejt fiziologjike. Natyrisht që ne e mosim nivelin e bilirubinës, e shofëm dhe i kemi ato diagramat e tonë, parametrat, kur duhet të fusim një bebe në fototerapi. Do më thonë, ekziston një trajtim për këto beba, që është fototerapia, por jo faculeta e verdhë në ftyrë. Ajo është met, nuk e shëron verzën, por edhe verza nëse thash ka, do më thonë, ngjyrë të verdhë, mirë po, nuk e ka atë nivelin që duhet të trajtohet me fototerapi, e lojmë që gradualisht vetë eliminohet pas disa dite. Është edhe verza prej gjinit, ku mungon të gjini një enzim që e zbërthen shpejt ato, që nëse një bebe pin mirë, shton pesh, dhe gjitha e në regull, por ngjyra i mbetet e verdhë, nuk ka nevoj as pak të shqetësohet, sepse maksimalisht është muji i dytë dhe i tretë që i largohet ajo. Po, dhe krejt fiziologjike.